Të nderuar shikues, mirë se takojmë edhe sonte për trajtuar tema të ndryshme gjatë këtij muaji Ramazanit, që sot do të flasim për një temë shumë të veçantë dhe të rëndësishme për gruan. Dhe rregullat, dispozitat që asaj interesojnë më shumë në këtë muaj të Ramazanit, e do t'i diskutojmë me Hoxhën Muhamet Dermaku, i cili edhe i njohur për tema familjare, shoqërore dhe dispozitat e tyre. Hoxhë nderuar, mirë se erdhën në emision. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Me fol për gruan, Hoxhë, dikush ndoshta edhe mund me mendu që gjatë gjithë Ramazanit me zgjedh veç një emision mund të jetë pak, por me shiku drejt në krejt emisionet kemi me fol për burrin dhe gruan. E këto besa po e shtojmë në emision të veçantë për këtë temë. Për shkak të 60% i bjen. Sigurisht që i bjen më shumë për vlerën e rëndësinë që ka. Hoxhë, me të vërtetë temat për gjininë femërore janë të shumta që ju interesojnë, duke filluar prej asaj më të rëndësishmës që motrat tona, gratë, nanat kanë një fazë që në Ramazan nuk mund të agjerojnë. Besa e kanë të ndaluar. Si e trajton feja këtë çështje? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kur jemi te obligimi i agjerimit si detyrë, të cilën Allahu i plot fuqishëm u ka drejtuar dhe ka kërkuar që ta bëjmë besimtarët, atëherë vije me njëherë në shprehje të kuptojmë se kush janë ata që obligohen me agjerim, edhe ne këtu e kuptojmë që janë besimtarët në përgjithësi, pa bë dallim në gjini. Po tani duhet të shohim cilat janë pengesat ose për të vlejt një ditë e agjerimit, si mund të quhet agjerim. Fillimisht është niyeti, është pastaj abstenimi nga ushqimit dhe pijet, largimi nga marrëdhëniet intime dhe për gjininë femërore është që të mos jenë gjatë ciklit menstrual, pra nga të përmuajshme, në të përmuajshmet e tyre, apo të mos jetë lehon. Këto janë pengesa në fakt që po t'i kishte dikush, agjerimi i tij nuk mund të konsiderohet agjerim. Mund të jetoj njeriu pa bukë dhe pa ujë prej natës e deri pas iftarit, por nuk e ka bën niyet, por nuk e ka bën niyet, nuk quhet agjerim. Ndërkaq këtu në këtë rast pra një grua ushqy apo nuk ushqy, nëse është me ciklin menstrual, ajo ditë nuk i konsiderohet ditë e agjeruar. Ajo këto dispozita lidhen me të që ai ka edhe disa tolerime tjera, ka për shembull edhe mos faljen namazet, por ato për dallim nuk i kompenson namazet e mos falura, ndërkaq ditët e mos agjeruara duhet i kompensoj pas Ramazanit. Do një urtësi, Hoxhë, këtu mund ndjen gratë sikur të privuara prej adhurimit në këtë situatë. Përkundrazi, jo që s'duhet të ndihen të privuara, por ato Zoti i Madhreshëm çështjen të përmuajshmeve edhe lehonisë ka lidhur me atë që është shumë e veçantë gruaja, fabrika e vetme për prodhimin e njeriut, ta quaj. Ruajtja e species njerëzore. Ruajtja, ajo, për këtë arsye është thonë që gruaja është gjysma e botës si gjini dhe është nëna e gjysmës tjetër të botës. Me fjalë tjera, pra, këto probleme nuk i ka vajza jo moshritun. Këto probleme nuk i ka gruaja në moshë. Asnjëra as tjetrën, se ajo që nuk ka të përmuajshme s'do të ketë as lehoni, pra i bie. Derisa është në këtë moshën, pra po e themi mes 15 dhe 45-50 vjetëve, atë duhet të kuptoj këtë gjë, që ndonjëherë i bie për një mend që të lakmoj në adhurimi, sidomos jo nata e kadrit, jo pse këtë ditë unë të mos e agjeroj kur ashtu kështu, qefi jem është që të bëj iftar me gjithë të tjerët, edhe ashtu nuk po kam apetit që të ushqehem veç vetë të tjera, unë i kuptoj këto, por sikur këtë gajle që e pati edhe nëna besimtare Aisha, kur u privua nga disa detyra në haxhin me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, por kjo është në fakt privilegj që Allahu i ka gradu gratë.
Është interesant, pra burrat me i vetë, ka plot situata ku kishin thonë edhe na është konë mirë. Kishim qenë pak më të lirë. Nuk konë më të lirë, sidomos për i namazëve që nuk kërkohet të kompenzohen. Ose agjerim të ditëve, pra ti si burr, o du të jesh i smut, o du të jesh udhëtar. Ose në i plak i matufosën, për ndryshe me do mos du të agjerosh. Hoqë, kemi mbledhur një numër të çështjeve, meseleve që janë më rëndësimi trajtu, ndoshta nga aspekti praktik më shumë. Nëse ndodh që cikli kryesisht vjen pak para se me përëndu diell, do të thënë gati se ka mbaru ditën e agjerimit, por pa ardhur iftari vjen ai moment i papritur. Si me llogarit atë ditë? Fatkeqësisht, edhe kjo është njëra situatë dhe e kundërta e saj, ku një grua pasi kur është zhun sabah ose për syfër, e ka pasur që akoma nuk është pastru, ndoshta mas një orë, 2 është pastru, pra që i bie tërë ditën, mund ta ketë kaluar në pastrim, por nuk e ka nis ditën e agjerimit në pastrim, nuk i konsiderohet ajo ditë. Edhe në këtë rast, fatkeqësisht ka ndejt pa ushqim dhe pije, por nëse thuhet pak minuta, atëherë e kemi për qëllim jo për 2-3 minuta. Kuptohet. Por është fjalë nëse vesh kanë fundi i ditës. Po 10-15 minuta, nëse janë është problem, prishet ajo ditë dhe nuk konsiderohet, sepse dita e agjerimit që është nga agimi e deri në perëndim të diellit duhet të jetë e plot me agjerim pa këto pengesa që i përmendu më herët. Sigurisht. Mirë, hoqë, nëse ndodh që pastrimi, do më thanë, ose ndalja, më mirë me thanë, nga cikli, ndodh para agimit, në kohën e syfyrit. Dhe është kohë që me ushqy me syfyr, dhe është kohë që me u pastru. A pranohet me ngranë syfyrin dhe me shty larjen, guslin pas agimit, nëse gjendja, do më thanë, është... Jo pranohet, po duhet të shtyhet, se gusli pret. Mundet dhe më thonë, nuk është kusht që t'jetë e pastër për të hynë për të ngrënë pose po edhe për të hynë në kohën e agimit. Jo, ky pastrimi që është tash me gusëll, që duhet përfundoj me gusëll, ne na intereson, a ka ndodha i pastrimi nga cikli. Fiziologjik. Po, ai pastrimi fiziologjik, a kanë ardhur ato menstruacionet e bardha tashmë që quhen. Nëse kjo ka ndodhur, çështja e pastrimit tash, e guslit, ne na duhet vetëm për një çështje, për faljen e namazit të sabat. E namazit të sabat tash ka kohë 1 orë gjysmë. Pra, do të thonë nuk është në rregull që kjo ta privoj veten nga ushqimi. E të mos flasim nëse është ambise, ti privoj edhe të tjerë nga ushqimi, ose t'ja bie në momentet e fundit që ata thonë syfër shpejt e shpejt. Pra më mirë do të ishte ajo që të angazhohet me syfër për ata dhe për vete, pastaj ata shkojnë në xhami, kjo pastrohet dhe gjithçka është në rregull. Është lehtë. Mirë, nëse hoxhë përmendëm pak më herët, vjen në cikli gjatë ditës dhe prishet agjerimi. Por a duhet ajo të qëndroj, të abstenoj, të mos haj, apo mund të ushqehet? Nëse ka ardhur cikli, duhet ta prish. Edhe me ushqim. Edhe me ushqim, pra duhet ta prish sepse ashtu kështu bile është më preferueshëm të prish. E kundërta do të ishte problemi kur pastrohet gjatë ditës, që duhet të abstenoj, të solidarizohet me agjeruesit, sepse kjo tashmë është e pastër, atë dita nuk i numërohet. Do të thonë ajo ditë duhet me bë kaza, por për shkak që është në gjendje të pastërtisë, ajo duhet të qëndrojë pa ushqim. Mirë, kalojmë pak te lehona që janë ditë pak më të gjata, kryesisht janë ato 40 ditët e një ora. Por nëse ndodh pastrimi para 40 ditëve, a është domosdoshmërisht me prit 40 ditë apo jo, kjo është një botë kuptimi i gabuar. 40 është për shkak se shumë gra e kanë aq. Zakoni bile, ka edhe më shumë se 40. Ka mëdhëbe që e tolerojnë ose nuk e konsiderojnë istihada ose që rregullim nëse leonia zgjat mbi 40 ditë. Mirë po, kjo lidhet pak edhe me çështjen e ciklit. Janë disa vajza, disa gra që ciklet kanë shumë të shkurtër. Pra 2-3 ditë. Do të thonë shumë, dhe është zakon shumë kështu. Që i bie këto nuk e presin një muaj deri kur vjen cikli tjetër. Ndoshta mbas 15-20 ditëve vjen cikli, që i bie brenda një muajit mund të ketë dy cikël. Të zakon shumë pra këto, edhe leoninë kanë më të shkurtër. Që i bie, leonia tyre mund të zgjat 20 ditë. 30 ditë bile është shumë standard. E shumë gra, atëre, nëse ka ndodhur ajo që i ndodh me përfundimin e ciklit menstrual, pra edhe te lehona,
Pra ka ndodhur që nuk ka më gjakderdhje, ditët e fundit ka shku ose momente e fundit ka shku duke u zbardh gjaku, derisa më nuk shihet njollë gjakut, por është gjithçka e bardhë, atëherë i bie se duhet të pastrohet dhe duhet të agjëroj. Jo a bën, por duhet. Nuk e ka të lejueshme më ti nuk është rëndësishme numri ditor, por është gjendja aktuale. Hoxhë, këto ka njerë janë situatat komplikume dhe për vetë gratë, realisht, edhe nëse gjendet një femër në situatë të dyshimit, i ka ardhur cikli apo nuk i ka ardhur, ngjyra nuk është e qartë, edhe mirë po në këtë gjendje dyshimi nuk e prish, nuk han, nuk pen, por pastaj e vërteton qoftë nga aspekti vetë fiziologjik ose nga pyetja që kupton se nuk është në gjendje të ciklit. Kjo ditë si trajtohet? Kjo është ditë në rregull, sepse në jetën e ka pas të plot, edhe nuk... Dyshimi nuk e rrëzon, domethënë bindjen që e ka pas si bazë. Situatë tjetër të cikli ose lehonia ose të cikli më shumë është istihada, ajo gjendja e çrregullt e gjakderdhjes. Si me trajtua agjërimin në këtë rast? Duhet të agjëroj. Sikur që gjithçka tjetër bën, vetëm te abdesi e ka një dallim, pra, që për çdo kohë të namazit, për çdo kohë të namazit një abdes të ri. Pra, kur hyn koha e yacis, ka për të marrë abdes, me atë abdes deri në sabah mund të fal teravi, yacin, teravi e tjera. Kur vjen koha e sabahut, do të marrë abdes të ri. Kur hyn koha e drekës, abdes të ri. Hyn koha e ikindis, abdes të ri. Të tjerat, gjitha të tjerat që kanë qenë të ndaluara, të kufizuara për të gjatë ciklit, në gjendjen e rregullimit, ani pse ka gjakderdhje, janë të lejuara. Hoxhë, e përmendëm pak më herët ajo ndjenja emocionale e gruas, të mos agjëroj me familjen, mos shkojnë në xhami. Edhe jemi kohë bashkëkohore, mjekësia e zhvilluar, avancuar, që po mundson me përdor barna të caktuar për ta ndalë hajzin. Fetarisht si qëndron kjo çështje? Fetarisht maksimumi që mund bisedohet për këtë është lejohet. Pra që i bie, atë bën, atë duhet, asësi jo. Edhe po të ishte nata 27, ajo që të gjenë me cikël, asësi nuk duhet ne të bëjmë veprime të tilla. Këto përjashtime do të kishim bërë për ato që shkojnë në Qabe, të bëjnë umrën, është çështje agjencionesh, çështje organizimesh, kur ajo mund ndoshta një ditë para se të niset, i paraqitet cikli ka më nejt krejt 5 ditë atje, i bie që në gjithë ato 5 ditë, a do të arrin ditën e fundit me bë umrën, apo jo, që ajo të çmallët me Qabën, që ajo të bëj ibadet me Qabë, mund t'i thuhet sepse nuk është udhtim që mund bëhet kur dush. Sidomos lidhet me anëtar tjerë të familjes. Pra, edhe me këshyr disponimin e një gruaje, atëherë gruaja tjetër mund të ketë tjetër problem. Ndërkaq për agjërim nuk isha thonë që të përdorën këtu. A bën ato në fakt edhe nga aspekti shëndetësor nuk vlerësohen si të dobishme. Janë të dëmshme, janë me pasoja të vetat. A lypet para agjërim të bëhet një gjë e tillë, as se si nuk lypet. A je më e devotshme që ta ndërpresh ciklin për Ramazan që të bësh adhurim? Jo, nuk je më e devotshme. Por nëse e ke përdor, nuk themi se vaj halli për ty, për dënime që të presin. Hoqë të kjo, gjendja emocionale është situata kur nuk përdor hapa gjana, vjen cikli, por është ajo pak lloj turpi dhe ndarja nga familja. A duhet gruaja ta fsheh këtë dhe të duket se agjeron, si e trajton feja në këtë aspekt? Varësisht prej anëtarëve të familjes. Nëse ka fëmijë të cilët nuk janë në gjendje ta kuptojnë se çfarë është cikli, çfarë janë specifikat femërore, ajo duhet ta fsheh këtë. Se në aspekti i edukimit duhet të mbizotrojë. Ndërkaq nëse të gjithë anëtarët e familjes janë të rritur, janë të mirë kuptueshëm, e këtu po flas edhe nëse kemë ndonjë të vjetër, nga njerëz shumë interesant, ata që janë me të moshuar, edhe pse i kanë pas gratë e tyre në këto gjendje, harrojnë që bijat e tyre, ose rejat e tyre janë në këtë situatë dhe ju në teken që hajde të falemi bashkë, që hajde kjo, nuk është vetëm për agjerimi, kjo ka të bëjë edhe gjatë me namazin me xhamat. Pra, du të kemi kujdes. Është e vërtet, sidomos të ato vajzat ku nuk e dim apo falet me rregull apo jo.
Pra nuk e di ma ka prej Dembelis, apo për një mend ka cikël, sikur ai fëmia që s'don mi bë detyrat dhe thotë s'na ka dhënë mësuesi detyra. Me fjalë tjera këtu, nëse jemi shumë të sigurt në këtë ambient, pra nuk kam nevojë unë kësaj vajze ose kësaj nuse ose këtij antarit të familjes ti them porosi të tilla, atëherë vetëm le të kujdeset mos pi kafe se dikush mund ta ketë aromën e kafes në kuptim po e them pak me shaka, po si jetë provokuese me ushqim. Pra të mos bëj ushqime në kuzhinë të mbyllur, ku që aty është edhe salloni shpeshherë, në cilat ushqime ajo nuk e ka tashmë veç me largu urin, po bën edhe pak art me to. Pra thjesht, le të prish me ushqime të ftohta. Le të harroj pak atmosferën e Ramazanit, duke përdorur ushqime për vetë. Patjetër. Sidomos ka nganjëherë vjen të një musafir i huaj, kur përmend aromën e kafës, mund të dyshoj se çka po ndodh. Akuzohet familja. Vërtet. Mirë, kalojmë hoq pak te jemi të folë vazhdimisht për gruan, por situatën e lehonis, shtatzanis, gjithdhënies, këto janë periudha që zgjasin shumë. Si është, sidomos te shtatzania dhe gjithdhënia, çështja e agjerimit për gruan? Për nga obligueshmëria, lejimi i prishjes, kompenzimi, edhe pak dilemat e fukahave në këtë. Është çështje relative, sidomos për gjithdhënien dhe shtatzanin, ose shtatzanin më thonë me renditje dhe gjithdhënës. Arsyeja është se jo çdo grua është e njëjtë dhe jo çdo herë Ramazani është i njëjtë. Pra, dhe faza e shtatzanisë jo e tëra është e njëjtë. Pra mund të flasim kështu, një grua e njëjta, pra, një herë në një shtatzani është detyruar ta prish se s'ka mujt. Po se Ramazani ka qenë verës. Një Ramazan tjetër e ka agjeru pa problem, edhe pse ka qenë më moshuar, ose më vjetër krahazimisht më hershme. Ose, Ramazani në një shtatzani e ka kap në muajt e parë që nuk i ka bërë shumë problem. Ramazani është shtatzania e parë për të është Sakt edhe ajo, shtatzania e parë me shtatzaninë e dytë të dallojnë. Ndërkaq Ramazani në shtatzaninë po e zonë të pesën apo të gjashtën, uroj që shpresojmë që të kemë shumë lindje. Atëherë ka mujt pra që të jetë ndoshta muaj, sigur tash që jemi, është muaj i dimrit me gjithatë konsiderohet. Ne tek pas Bajramit po dalim si vjet në pranverë. Mirë, po pse janë ditë të shkurtra dimrore, kjo është në muajin e 9, ku ka shumë mundim, shumë lodhje. Pastaj atë që përmenda, jo çdo grua është e njëjtë. Pra sikur të kemi ne, kushtimisht me thonë 2 motra binake, të martuara për 2 vëllezër bineq, që të dyjat për një ditë janë martu, që të dyjat po janë shtatzan për një ditë, për një muaj, s'do të thotë që aplikon të njëjtat rregulla, sepse njëra ka tjetër metabolizëm, tjetra ka tjetër. Cili është ai standardi dhe kriteri? Kriteri agjerimi nuk ka me të lodh, agjerimi nuk ka me të citë në shtrum, që thotë populli. Agjerimi është detyrë që duhet të respektohet, pse kemi nga pak mundim, ajo edhe kërkohet, sepse poshturi, etje, ka dhimbje koke, ka pak çështje çrregullimit tensionit e tjera, ato duhet durohen. Por nëse jim në hak në një mënyrë ose tjetër fetusit, fëmijës në bark e tjera, atëherë është standard që bën të prish. Pastaj gjithdhënia. Gjithdhënia për cilën fëmijë po flasim, për këtë foshin që është 1 muajsh, që burim kryesor të ushqimit e ka gjirin e nën, apo këtë tjetrin që të jetin në shariatin tonë deri një do më thonë 2 vjet është normale. Dhe cili fëmijë është i varur në moshën 2 vjeçare për çumshtin e nënës. Pra pse ajo ta braktis, edhe nëse mbetet fëmia pa çumsht ose pa çumsht mjaftueshëm, pse të mos agjeroj. Pra këtu ti bëjmë këto dallime. Unë jam shumë pro asaj që gjithdhënia të zgjatë sa më shumë, sidomos në vitin e parë të lindjes, pra sa më shumë që fëmia është i lidhur për gjiri, dhe kjo të njëjtën kohë do të na çojë te kjo gjendja që gratë të pajisen për gjithdhënie sipas nevojës dhe forcës. Në ditët e dimrit nuk ka nevojë të prishet, asese se ushqimi që merret në 11-12 orët
e natës është shumë i mjaftueshëm, shumë për shëndetin e fëmijës dhe të saj. Ndërkaq në ditët e verës në vendin tonë deri 17 orë gjysmë është dita, pra me ato që po mbeten 6 orë gjysmë janë të pamjaftueshme. Mos flasim që aty është edhe namazi teravive dhe tjera, pra mund të jetë e pamundshme dhe kjo secila do ta shoh gjendjen e vet. Mirë, pas kësaj raste në situatat që aja nuk agjeron, edhe me rekomandim të mjekut, edhe me përgjigje fetare prej një hoxhe, çka me bë me ato ditë të cilat nuk i ka agjeru? Duhet me agjeru brenda vitit, që para vetës ai ka dhe 225 ditë pas Ramazanit dhe në Ramazanin tjetër paraparsisht, ose 224. Brenda 224 ditëve në shumicë të rasteve të grave, ajo du ta gjej veten që ditët e pa kompenzume ti kompenzoj. Sidomos po flas për këto që kanë bëjnë vetëm me ciklin. Ajo gruaja që ashtu kështu për shembull e kishte lindjen e fëmijës, ndoshta 2-3 ditë para Ramazanit ka lind fëmia, që i bëje të Ramazanit ka asnjë ditë pa agjerim, dhe fill pas përfundon lehonia, ajo është duke u ballafaqur me fëmin që është në ka mi dhënë gjia ti, dhe ajo nuk forcohet për t'i kompenzuar gjitha këto ditë. Pastaj kur vjen dhe fëmia i bën 6-7 muaj, Ramazani është në pikun e verës, ku edhe kjo nuk e ka të lehtë që t'i gjej 30 ditë radhazi aty të agjeroj, dhe mund të ketë raste, situata ku e zë Ramazanin tjetër, aty nuk kemi ndonjë pengesë kur fare, por mos neglizhohet, mos lihet me qef. Vetëm se në esencë hoxhë se qarkullon realisht edhe mendim me dietarëve klasik, por edhe në kohë bashkore njerëzit po lexojnë, po dëgjojnë. Ideja se nuk ka nevojë me agjeru vetëm me shpagu, sa qëndron fetarisht kjo? Jo, asesi s'duhet të lëshohet me repet. Kjo e di që është dëshirë vullneti shumë grave, sidomos për shumë ditë që i kanë zënë, bile ka gra që thotë i kanë 5-6 Ramazana, ditë pa kompenzume, e tjera, pra kjo nuk duhet të lihet. Ajo që më pëlqen këtë drejtim është disa dietarë që e bëjnë një dënim, që do më thonë edhe të agjerohet, nëse të zënë Ramazani, prej neglizhencës gjithnje, që edhe ti kompenzosh ato ditë, kompenzimi nuk humbet. Nuk humbet asesi, është ekstra edhe të shpagimi. Me shpagim, do më me shujt të varfën. Ndërkaq, ta din motrat këtë. Nëse të thot dikush se duhet ta shpaguash, me dënim dije që nuk është gjendja mirë për ty. Nuk jetë duke u trajtu për besimtar të djemë. Sikur po thuhet, kjo ka kalu, por hajt disi, diçka du të me bon. Pra kompenzimi ditë me ditë është gjë e kërkuar. Edhe nëse hoqë kjo përsëritet se mund vijë shtatzënia, lindja, ajo dëshira jote që të shtohet, më shumë riprodhimi. Patjetër. Disa vite radhazi, disa Ramazana realisht mund t'i mbledhen. Çfarë të veproj? Du t'i ruaj ata numra? Mendoj që po, më mirë është sepse ka arsye. Gjithnjë këto janë të edhe ymri i gjatë inshallah. I pret ditët dimrore, se ka patjetër ti agjoj në mënyrë të rregullt. Kjo është përparësia. Në Ramazan ne nuk kemi përzgjedh ditët. A të pëlqen apo nuk të pëlqen muaji i shkurt dhe mas për ta xhiru, kjo nuk është në vullnetin tonë, në domenin tonë. Ndërkaq ti kompenzosh këtë ditë, ti mund t'i bësh edhe në gusht e shtator, mund t'i bësh edhe në nëntor, dhjetor, mund t'i bësh pra edhe në janarin e ardhshëm, i zgjedh ditët më të shkurta, pra shoqër Zotit, ditët e agjerimit nuk maten me orë. Me thonë, ty të kam pas ik 17 orë gjysmë agjerim, tash duhet t'i bësh 2 ditë këtu për t'i kompenzu, sepse 9 orë 14 minuta është dita më shkurt në vendin tonë, si ditë po flas, plus edhe periudha nga agimi dhe në lindjen e diellit një orë gjysmë. Domethënë janë 10 orë, 11 orë në dita më shkurt e agjerimit. Me fjalë tjera, ajo mund të agjerojë një ditë të tillë dhe t'i konsiderohet një ditë e plotë. Sidomos kësi raste mund t'ju ngatrohen numrat, ose të mos e ketë shumë vëmendjen moshë të reje për i paditurisë. Nëse nuk e ka numrin e një orë sakt sa Ramazana, sa ditë, a ka ndonjë tolerancë? Tolerancë ka të bëhet një matje normale. Për shembull, mund të mos e di si cilin Ramazan. Për shembull, ka 10 Ramazana, po e lejmë edhe këtë. Nuk ka pas vëmendje, fetari nuk e ka pas në nivel.
Dhe tash pas 10 vete ka kuptu që i ka nga 6-7 sepse ato ditë nuk domethënë nuk treten. Ato nuk treten, sidomos unë në shtetin në atë që kanë dietar tani vinë këtë pjesë që edhe në fund të ymrit nëse i ke duhet të agjërohen. Pra, nëse kjo i ka 10 Ramazana, 10 cikle patjetër do të jenë, por nuk e din nga sa ditë ka qenë. Atëherë ka një mesatare. Dhe do të thotë për shembull i kam herë 6, herë 7 ditë. E ne do t'jallim 5 nga 6, 5 nga 7. Pra i bie se ajo tash me 65 ditë, pra jo me 70 ditë, e as me 60, me 65 ditë i ka për t'i agjëru. I kam agjëru, por nuk e kujtoj sa. E këtu është një defekt, por megjithatë duhet të punoj me një tahmin tjetër. Dhe unë do t'ju kisha thënë shumë motrave, se disa, sikur në maraton, ata që nuk kanë ushtrime më herët, kur të është mbytje vrapimi në kilometrin e parë të vete o sa kemi. Janë do gra që kanë agjëru, thot plot kam agjëru, po ato plot janë 5-6 ditë. Sepse agjërimi e lodh, është i pa dëshirueshëm. Vetëm e ka ndjenjen e lodhës, jo edhe ditëve. Edhe jo ditëve, atëherë unë po i them kështu. Le këto disa ka agjëru, numroj çdo tash e tutje, 10 ditë bëri, kur ti bësh 10 ditë shife, a janë shumë a pak kështu. A janë më shumë se ato, a më pak. Nëse e ke më shumë se ato janë, ato pra pas kanë qenë një 5-6. Pro shko të kjo mesatare. E kundërta, jo këto 10 ditë kanë shku shumë shpejt, ato kam agjëru gjatë, po që ka 20, 30. Kjo është një mundësi që shushme ardhë deri te numri sa më i parafort. Sa më i parafort, gjithsesi. Hoxhë, ndodh aborti gjatë ditës Ramazanit, si me vepru, ose në Ramazan përgjithësi, situata e abortit në raport me prishjen e agjërimit? Aborti sjell gjakderi, por disa dietarë thonë se pas abortit nuk ka lehoni fare. Sidomos nëse është në ditë të para. Në ditë të para aborti në fakt është gjakderi. Është gjakderi. Atëherë do të konsiderohet si cikël. Do më thonë, por jo si lehoni. Kjo është më sakta në këtë. Te kazaja, na vjen mas Ramazanit, gruaja s'ka mujt me agjëru, por vinë 6 ditët e Shawalit që nuk përsëriten. Çka me vepru në këtë rast? A me i dhanë përparësi Shawalit? Kazat me i shty, mas i ka kohë një vit, apo s'ka kohë? Kanë qarkullu shumë mendime, sidomos të dietarë edhe bashkohor, edhe mendoj nga mëdhëbi Hambeli kemë këtë më tepër këtë trysni që ditët e Ramazanit duhet të kompletohen për të filluar me nafile. E që i bie një grua praktikisht, që 7 ditë ka pauzu në Ramazan, atëherë vje muaji Sheval, ajo dëshiron që t'i bëj këto 7 ditë, edhe 6 të Shevalit bëjnë 13, edhe 7 i ka cikël të gjatë muajit Sheval, janë 20. I bie se vetëm 10 ditë eventualisht i ka të mundshme me bë bajram. I bie shumë të agjëroj. Mos lasim nëse ka dhe ndonjë ditë tjetër që ka qenë smur, ose ndonjë ditë tjetër që ka pas edhe udhtim, pra imagjinoj po ti kishte 10 ditë për t'i kompenzuar edhe 6 kënej, 16. Fillimisht duhet t'i përgëzojmë gjithë ata që kanë gatishmëri për të agjëruar më shumë se sa farzet. Dhe kur dëshirojnë ta bëjnë përcjelljen e Ramazanit me 6 ditë të Shevalit, për t'i arritë shpërblimet që të agjërohet i tërë viti, ne ju kishim thënë me lehtësi këtë. Le t'i agjërojnë 6 ditët e Shevalit. Më e mira, më idealja tek gjitha shkollat juridike është të kompenzohet Ramazani, por mirë po fakti se të bëhet Ramazani pastaj Shevali në hadith që ka ardhur. Dhe kjo nuk e ka të kompletuar Ramazanin, është të dihet cila është arsyeja. Nëse arsyeja ka qenë në vullnetin e saj, pra udhëtimin ta bëj ose mos e bëj, edhe ne e mbështesim këtë mendim që jo, kjo pa i kompenzu ditët që janë farz, se ka mujt të mos udhtoj. Por sëmundja një dhe leonia që nuk i lejo, nuk i konsiderohet agjërimi, ose hajzi, cikli, atër duhet të merret parasysh një gjë e tillë, sidomos kjo ka të bëj kur Shevalin e kemi në ditë më gjatë atër se Ramazanin.
Disa vite më përpara, po flas para 3-4 viteve, ditët e Shevalit ishin shumë më të gazepshme, sepse tipikisht atëherë hyje në ditë të gjata. Ndërkaq sot për sot është ashtu, mirë po kur dëshirojmë edhe një ta dim, kur dëshirojmë të arrijmë sevape të mëdha, mos të shohim në lehtësime të mëdha. Sevape të mëdha janë me te puna e sevapeve është po ashtu një temë e rëndësishme. S'po mujmë agjeru, s'po mujmë u fal, a bën bile me lexu Kur'an, gruaja me cikël, lehuni, Ramazan, çto bile mos na i hekni. Si më vepër? Pra hoxh, Lukman, po ti edhe pyetjet e ketë natyrës tonë, ti je hoxh shumë tolerant. Në çështjet e fikut ti ndjek jo të tejsirin, në kuptim, po përgjithësi leximi i Kuranit pa cikël me cikël e kam fjalën megjithatë. Përsëritja do të ishte nuk më vlen zemra. Sepse është ibadet, atëherë shtrohet pyetja pse të mos falet tani. Unë mendoj që një ditë prej ditëve dikush ka më na bëllë këtë pyetje, sikur që na pyetash që e kem siklet besoj edhe unë, dhe ti kur na pyet a bën me hi gruaja me cikël në xhami për çështjet ligjërata për shembull. Nëse ti merr e këshyr librat e vjetër, bon me hi. Nëse i merr këshyr e arsyeja pse, sepse mund ta ndodh xhami. Jo, sot aq mirë, aq shumë ka mjete. Higjiena pastërtia është pa diskutueshme. Atëherë ku po mbetet dispozita pas kësaj urtësie. Edhe këtu unë mendoj që dikush do të thotë, hoxh faleminderit prej Zotit që më ka liru nga namaz, po unë mund të falem, ose ajo tjetër do të mund të agjeroj. Le ti kuptojmë ato që Zoti ka caktuar të tilla si dispozita, dhe duhet të marrim mësim këtu ne nga gjitha anët, nga gjitha fushat, sepse mos të presim nesër në shekullin 22, nëse ka dikush ymër dhe pret dhe vjen, të na thot një studim se gruaja kur ka cikël me do mos duhet të hajë dhe të ushqet për shkak të furnizimit të mjaftueshëm të këtyre erëve, jo shndrohet në smundje të tazon kancerogjen. E çfarë do të flasin ata hoxhallar për neve, që megjithatë hoxh ijtihadi fikhu e pranon mendimin ndryshe. Patjetër. Ato që kanë bindje dhe që ndjekin ata hoxhallar, që po të mos ndihen keq, le të lexojnë. Nga mushafi gjithsesi jo. Po, patjetër. Ka edhe mesele tjera, po kanë mundësi ndoshta gratë motrat me u qasë në emisionet të live që do të jepen gjatë Ramazanit. Atëherë hoxh faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim, ishte kënaqësi koha që ndajtëm bashkë. Mendet qofsh, faleminderit për ftesën, Zoti ju nderoft. Shikues të dashur, këtu po e përmbyllim këtë emision me shpresë që më u taku përsëri deri atëherë mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.